Antar i Kuvendit të Komunës së Prizrenit nga radhët e nismes, socialdemokrat Shukri Çuni ka dhënë ndërheqje nga posti i tij, si akt moral pas aksidentit tragjik që ndodhi të shtunën mes fshatrave Grashdanik dhe Atmagj. Aksidenti i rënë mori jetën motorantit 17 vjeçar të gjimnazit Remzia Demaj, Geltinian Shala. Çuni i prekull thellë nga ky rast, deklaroi në seancën e sotëm të Kuvendit Komunal se nuk mund të vazhdojë të mbajë pozitën e tij, duke theksuar se kishte kërkuar prej kohësh vendosjen e shenjave të trafikut në atë zonë, por institucionet kishin dështuar të veprojnë. Kur fjalët nuk mjaftojnë, veprat flasin. Përgjegjësia institucionale mungoi. Për këtë arsye morale, sot deklaroj ndërheqjen time nga posti i antarit të Kuvendit, ka thënë Çuni para kolegëve të tij në Kuvend.